Këtë verë në qytetin bregdetar të Sarandës po shoqërohet dhe me një dyndje të turistëve të huaj. E dallueshme është kjo dhe në lëvizjen e tyre në grupe të vogla drejt pikave të interesit turistik, ndërsa dukuria që vjet re është prezenca të huajve pranë stacioneve të transportit urban, ku bëhet dhe lëvizja drejt Ksamilit apo Butrintit antik. Kemi vetëm pak që po presim. Autobusi funksionon korrekt me oraret dhe ne jemi të kënaqur. Ka dhe ajër të kondicionuar. Çdo gjë në këtë shërbim është mirë, është shumë mirë dhe ne jemi të kënaqur. Unë jam duke pushuar në Ksamil, atje po shkoj, do vizitoj dhe Butrintin, që është shumë afër, dhe më pëlqen të udhëtoj me autobus. Kam vetëm 10 minuta që pres autobusin, kam ardhur me pushime në Sarandë dhe po shkoj të vizitoj Butrintin, jam nga Franca. Po pres të marr autobusin dhe dua të shkoj në Butrint. Jam njohur dhe me oraret nga tabelat që janë tashmë të publikuara. Vende të dukshme gjendet sinjalistika orientuese për të gjetur stacionin e autobusit, veçanërisht për ata që udhëtojnë për në Ksamil apo Butrint. Të publikuara pranë stacionit janë dhe oraret e lëvizjes së këtij urbani qytetës, që ndihmojnë udhëtarët dhe turistët për të programuar më mirë kohën dhe për të shkurtuar pritjen.